e veçanta e Islamit, që e përmendi profi Kalimti, por unë po konkretizoj edhe pak ato që po si pyetje. E veçanta e fesë islame është, prandaj edhe jemi në muajin e Ramazanit edhe agjerimi, këto rituale që ne i bëjmë, nuk e kanë qëllimin që njerëzit të bëjnë agjerim apo të bëjnë namaz duke u kthy ka vetvetja, po jo, qëllimi është mu kthy ka krijuesi, mu lidhë ka krijuesi, pa ndonjë ndërmjetësim toksor. Të gjithë kanë besu, edhe idhujtarët e kanë besu krijuesin e gjithësisë. Domethënë, idhujtarët me kas kanë besu në krijuesin e gjithësisë. Po krahas krijuesit të gjithësisë kanë pas shumë besyetni edhe shumë idhuj të tjerë që i kanë adhuru apo i kanë marrë si ndërmjetës tek Zoti i gjithësisë. Po edhe sot, përveç Islamit, problemi është i shirkut asaj që njihet apo i idhujve toksor që i marrin për ndërmjetësues të Zotit. Ma na'budu illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kur i thonë idhujtarëve pse po i që ta idhujt, pse po i merrni, pse po i adhuroni? Po i adhurojmë ata me na afru te Zoti i vërtet. Allahu shumë i ka kushtuar rëndësi që njeriu besimtari mu lidhet vetëm me Zotin. Vetëm me Zotin. Asnjë atribut natyrës hyjnore apo çfarë do të qoftë të karakteristikave që japin njeriut atributet krijuesit, Allahu i ka ndalu për krijesat. Edhe na jemi në Ramazan, kur agjerojmë, pse Allahu ka thonë inna sawma li wa ana bihi. Agjerimi është për mua. Sepse o agjerosh për krijuesin ose agjerosh fare. Në fete tjera, ritualet kur bëhen edhe për kultin toksor. Bëhen, ose na i dim për shembull te na nuk ka rrëfim edhe hoxhën me marrë ndërmjetësues për tek Zoti. Siç që ndodh tek fete tjera, tek besimet e tjera ku i marrin një kult toksor. Kjo specifik monoteizmi islam që i ka bë përshtypje edhe studiozëve edhe atyre të cilët po kalojnë për çdo ditë në islam. Edhe atyre që nuk kalojnë, edhe aty në kombë. Që nuk kalojnë, e ka një veçanti që njeriu e don shpirt. Ku përmes monoteizmit, përmes besimit në njëshmërinë e krijuesit, po kjo njëshmëri është karakteristike vetëm e fesë islame, njeriu sikur lavdin e madhështin ja dedikon vetëm krijuesit gjithësisë dhe askujt tjetër.